أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحمدنا الله سبحانه وتعالى Dëvëm salavat dhe selamet për të dashën tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe së dashur, një ndër synimet që i ka agjerimi është edhe synimi falja e mëkateve. Përmes agjerimit ne synojmë që Zoti subhanahu wa taala më na fal mëkatet. Po tash parashtot një pyetje. Çdo gjunave falen me agjerim. Kemi disa lloje gjunave. Lloji i parë i gjunave është gjunat e mëdha. Nuk i fshin agjerimi gjunat e mëdha. Po gjunat e mëdha i fshin istighfari, pendimi. Lloji i dytë i gjunave kemi gjunahe që ulemat kanë thënë gjatë kryes adhurimeve kemi mangësi. Që më ne falem taravije, edhe lexojmë Kur'an, edhe agjerimi, a kemi mangësi gjatë adhurimit? Plot mangësi. E agjerimi i fshin këta mangësit e vogla. Kishte lloj dytë i gjunave, mangësit gjatë adhurimit. Por është një lloj tjetër i gjunave, gjunahi që bëhet për shkak humbjeve të gradëve të larta. Apo kemi pas mundësi me lexuar sot më shumë Kur'an. Kemi pas mundësi më shumë me bëu dhikr. Kemi pas mundësi më shumë u fal. Kemi pas mundësi me bëu më shumë sadaka. E si kemi bëu? Se kemi adhuruar Zotin as sa duhet, as sa meriton. E këta në lloji i tretë i gjunave për shkak humbjes së gradëve të larta. Thënë o Zot falem se s'kum adhuru as sa duhet. Agjerimi i fshin këta dy llojet e fundit. Për gjunat e mëdha kërkohet istighfar, kërkohet pendim. Kurse për këta dy lloje gjunave të tjera, mangësia në adhurime dhe për shkak që jemi shumë mbrapa në adhurime të tjera, pendohemi te Zoti. Sa si për nësa ka thonë me një hadith, as-salavatul khams, 5 vaktet e namazit. Wal jum'atu ila al-jum'ah, prej gjumos dhe në gjumon tjetër. Wa ramadan ila ramadan, prej ramazanit dhe ramazanit tjetër. Mukaffiratun bejnahunna idhe stënabat il-kabair. Thot mes tyre dyjave, mes agjerimit dhe agjerimit tjetër, mes dy namazit, mes dy gjumojave, është falje mëkateve me kusht nëse ju është largu personi gjunahet mëdha. Pra këto e kuptojmë, këta adhurime, agjerimi, namazi, gjumoja, 5 vaktet e namazit, janë falje të mëkateve të vogla. Kurse për mëkatet e mëdha, do të folmi në një tjetër, ka disa kushte tjera. Për më pendu personi për gjunahet mëdha, i ka disa kushte më. Gjithashtu Allah thotë Kur'an, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Veprat e mira i shlyn të këqijat. Çfarë është për qëllim? Gjunat e vogla. Lloji i dytë dhe i tretë i gjunave. Kurse për gjunat e mëdha kërkohet pendim tjetër. Gjithashtu person thotë me një hadith tjetër, men qama ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që falet gjatë Ramazanit, i falen gjunat e kalume. Çdo gjunahe? Gjunat e vogla. Gjithashtu person ka thonë men sama Ramadan, kush agjeron Ramazanin, imanan wa ihtisaban, me besim dhe me shpresë, i falen gjunat. Çdo gjunahe? Gjunat e vogla. Këta adhurime i falin gjunat e vogla. Gjithashtu është përmend me një hadith dhe me këtë hadith ta përfundojmë këshillën. Një për ditëve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte hyrë minber. Minberi janë ata shkallë ku hip hatibi ditën e xhumës. Pejgamberi shkallën e parë kishte thonë amin. Shkallën e dytë amin, shkallën e tretë amin. Sahabët ju erdhë diçka e çuditur kjo. Zakonisht bëhet amin pas një lutjes.
E sahabët se kishin dëgjuar lutjen e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa kishin dëgjuar fjalën amin duke thonë. Edhe njëri prej sahabëve e pyeti ja Rasulullah, pse thove 3 herë amin? Në shkallën e parë, shkallën e dytë dhe shkallën e tretë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, këtë moment arsyeën pse ka thonën më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe më tha. Çka ka thonë Xhibrili? Ka thonën ragiba anfi imri'in dhukirtu indahu falam yusalli alayh. I poshtër qoftë ai njeri i cili më përmendet emri im edhe nuk më çon salavate. I poshtër qoftë. Hunda e tij preksh për toke. Edhe unë thash amin. Pa për këtë arsye për sunetit, është sa haku përmend emri të pejgamberit alayhis salam në me thonë sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad me çu salavate. Nëse me një hadith tjetër ka thonë al-bakhil alladhi dhukirtu indahu falam yusalli alayh. Koprac është ai i cili përmendet emri im dhe nuk më çon salavate. Ka thënë amin. Po këtë koprac i cili nuk çon salavate. E dyta amin, pse thonë mësa? Është përmendën ragiba anfi imri'in adraka abawayhi falam yadkhul al-janna. I poshtër qoftë ai njeri i cili i ka mbritur të dy prindërit, ose njëri prej tyre dyve e s'ka hyrë në xhenet. I mirë qoftë ai njeri. E pejgamberi ka thonë amin. Kësaj lutje. Edhe e fundi pejgamberi ka thonë ragiba anfi imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. I mirë i poshtër qoftë njeri i cili ka hyrë në Ramazan edhe s'ka dalë për Ramazanit me gjunahet të falura. Këtë kuptemi një ndër synimet e agjerimit është Allah më na fal mëkatet. Por për cilët mëkate bëhet fjalë? Për mëkatet e vogla. Kurse për mëkatet e mëdha, kërkohet më thonë një pendim me disa kushte të tjera. E lutem Allah subhanahu wa taala Zot na falë mëkatet. Ato mëkate që i dimi dhe që si dimi. Se kemi mëkate, ne mendojmë që s'bëjmë mëkate. Se mëkate janë të lloj-llojshme. E falëm taravien, a thua sa ka qenë nivel sinceriteti? A thua sa ka qenë nivel forma e namazit? A thua sa ka qenë nivel zemra në namaz? Këtë e mangësi. Po të si për sunetit është pas farë dhe qka themi? Themi 3 herë, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ne s'kemi vëllë mëkat, po kemi pas mangësi gjatë adhurimit. E për këtë arsye bëhet istighfari edhe për mangësit gjatë adhurimit. Allah na falë gjitha mangësit, na mëson Zoti me dorë për Ramazanit me gjunat të fara të mëdha dhe të vogla. Vazhdimi namazit, do të na falë namazin e Zedi, djali i Hoxhës Mirsim, na falë 2 recate inshallah. Allah e shpërblet.